Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Allah në të gjele falenderojmë, salavatet, selamet pejgamberit alayhi salatu wa salam, ja dërgojmë. Nësë Allah që të na bëjtë sinqert në veprat, fjalet, lëvizjet edhe heshtjet tona. Allah na bëft të dobishëm për të tjerët, na bëft të dobishëm për veten tonë, edhe lusë Allahun që të na bëjtë sinqert në çdo gjë. Allahumma amin. Vazhdojmë me dersin e 20 apo rregullin e 20 të kësaj serie që kemi marrë, ku me ta dhe përfundojmë thujse serin, formimi i drejtë i muslimanit, e sot tema apo titulli i saj është: a je i gatshëm për hir të Allahut Azza wa Jall me bë çdo gjë, edhe a je i gatshëm për hir të Allahut Azza wa Jall me heq dorë prej çdo gjëje. Besoj është e njëjta, veç që me bë çdo gjë që duhet me bë, se haramin s'ban me bë. Po me bë çdo gjë, kur t'jepet një këshill, kur t'jepet një farz, kur t'jepet një mësim, me lënë të jepshin tanë për hir të Zotit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: kush lën diçka për hir të Allahut, Allahu ja kompenzon me diçka më të hajrit. A jenë që të nivel që kur të vjen urni i Zotit më unalë. Kër vjen urni i Zotit me e ba. Semena wa ata'na. Dëgjuam edhe respektuam, tham amin. Apo jemi si kurse Banu Israilet në kohën e Musës alayhis salam, që kur ju vinte një urdhën e Allahu xhalla shanuhu përmes pejgamberit tyne, ata debatonin. Pse, qysh, tek. Kur erdhi urdhni me therat lopën, Allahu nuk e specifikoj çfarë lope. Lop me 4 kom. Ata u qunë e sa vjet, e çfarë ngjyrë. A bars, a shterp, a mështjer, a lop. La ilaha illallah. Ja komplikun vetës me qëllim. Dhe kur Allahu xhaleshanu ju tha, largoni prej peshkimit në ditën e shtunë, u qunë dhe munun me bë hile me bë, duke i bë disa transmetime duke i gjujt rrjetat ditën e premte, pastaj duke i nxerr ditën e diell, disa transmetime duke i qelë si bazena aty rreth detit, hyn të ujë aty, mbushe me peshqe, në akşam veç avin, ja mbyllnin derën, tani ditën e diell i nxarrnin. Kur Allahu xhaleshanu thot pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin e sakt, ja ndaloj, domethënë yndyrën, çka bën, u qunë edhe nuk e shitnin se e shkrinin për qiri, për mi ly anijet, për me bëm hile. A je i gatshëm që kur Zoti yt Azza wa Jall ka thonë as-salatu khayrun min an-nawm, namazi është më i mirë se sa gjumi. A je i gatshëm për Allah me largu jerganin, prandaj është ajo fjala që është bërë e njohur në mesin e besimtarëve. I fortë është ai i cili mundet me qu jerganin me largu prej trupit vetë në namazin e sabahit. E jo ai i cili qënë pesha tronën fitness. Po, ajo është sport në vete, ama nëse nuk mundesh për hir të Allahut me bë këta, atëherë për senet tjera është problem. Prandaj Imam Maliku ka thonë: men khana hayyal as-salah, khana hayyal al-kifah. Kush e tradhton fjalën hayyal as-salah, ejani namaz. Nesër ka me tradhtu fjalën ejani në xhihad. Një njeri i cili nuk qohet me fal namazin e sabahit, një njeri i cili nuk është i gatshëm me sakrifiku lillah, me u qunë në ftoftën, nxehtën për sabah. Pra do bona je i gatshëm me lanë çdo sen ose me bën çdo sen lillah. Nëse kem rri këtë nivel, atëherë Omeri radiallahu anhu kur më thonë, e shpune, ose i banë atentat me thik të helmuar, edhe në disa vende, në trup, sa kër e morë qumshtin me pi, dilken 4 anë trupit, edhe mjeku tha, në bastë rrethanave s'ka pështim, i binte të fikt. Kur danin sahabët me e pyet diçka, e lenin ku afroi koha namazit derisa po dërgjte para vdekjes, i thanin: o Omer, çu se erdhi koha namazit. Ai thoshte, i dilte pi
një i vend të vedia edhe thoshte la hadha fil islami limen taraka as-salah. Nuk ka hise në islam ai që e lën namazin. Ventën vete me gjithë vështirësi që kishte, ishte i gatshëm me bën diçka për Allah, me sakrifiku, me dhimbje të mëdha. Po i tham një ditë, njërit, ditën e xhuma, erdhë më konsultu për një djalë të vetën, pi merr tha parat e po i harxhan. Qysh po punon për i harxhan? Edhe u këshillu me mu, burr për mi 50 vjetë. Ishte edhe gjysore xhumaja, 40 minuta aty pare. U da prej meje dhe më tha, Allah i ta bof ty kabull xhuman, se unë ment nuk i kam krye, asun ve mu fal as kur gja pi djalit. Ti po dën zgjidhje, duke i ik ati që i ka zgjidhjet në dorë. Pastaj, a është djali në operacion, sallë të operacionit që du të me shku me dhonë gjak, apo thjesht nëse ti vjen në xhami, a ka mi harxhu parët, dhe nëse zvjen në xhami, as ka mi harxhu parët, jo. Ti si e gatshëm me sakrifiku për Allah. Pak një telash e vogël të ka hub balansin. Së është në rregull. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wassalam, njerëzit që i ka pas për rreth sahabët, të gjithë kanë qenë të gatshëm gjithë secili me sakrifiku për Allah, dhe askush prej tyre, asnjëri, gjë e një, i cili nuk ka sakrifiku maksimumin e tij secilin drejtimin e vet. Secilin drejtimin e vet. Për shembull, për atyre mas vonshmit që kanë pranuar ma vonë Islamin, është Abu Huraira. Ka sakrifiku çdo sen, as ka shku me punu, as mu gajlu, as me gjet nusë, as të nga mas pejgamberit alayhi salatu wassalam me mësu hadithe. Sa s'ka pas vakt me punu me mush barkin, i ka ra të fikt, i ka ra sheqeri. Kanë shku sahabët të i lezu Kur'an të menu që ka magji e gjen. Ati mja pas pruni një copë buk, shanë vete. Ka sakrifiku, që ta ka pas mundësi, ama i ka shërby Islamit. Ai kryesori mas pejgamberit alayhi salatu wassalam që themi në madxhun popullore, baba i këtyre meseleve është Abu Bekri, radiallahu anhu. A ka sen që s'ka sakrifiku për Islam? A ka sen që është urdhënu e që mos ta ketë bën prej të parëve, si në pranimin e Islamit, si në sakrifica me pejgamberin alayhi salatu wassalam, në shoqëri me Resulullah, s'ka vend, s'ka betejë, s'ka punë të mirë, s'ka punë vështirë, s'ka dhimbje, s'ka gëzim që nuk ka qenë aty me Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Edhe pas vdekjes pejgamberit alayhi salatu wasallam. E dini se kërret pasuninë e vet u kon gjendje me e dhon për Allah, me i shpëtu mi ble robërit të cilët e kanë pranuar Islamin. Kjo është me dhon për Allah, më koni gatshëm. E tash, ulemat kanë thonë njeriu, për me mri nivellet në alta me e pa ku je ti ku je, qëfar burnie ki, sa je trim musliman, jo trim budal, trim rana dispozitave të Allahit. A je i gatshëm që ti në gjdo sekund me sakrifiku, apo me e dorë për gjdo sanit, vetëm nësa më pytja, a Zoti, a që kjo, diqka, qka do koftë? Ja, Zoti. Kur vjen pyetje morali, kur vjen pyetje epshi, kur vjen pyetje lakmia, kajtja, Jusufi a.s. ka thoni, ma'adhallah, mëzallah, na që thojmë shqip, ma'adhallah, mëzallah, unë me bëha moralitet, ka sakrifiku këtë që i vlën epshi djalit ri. Thonë, mëzallah me bëha unë, pa Allah unë ka me qëmshë. Këpëtan, a tjetër në gjendje me sakrifiku gjdo sen, që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, në 7 personat që në njën Allahut, njëni për ty nëse, kur ta përmend Zotin, ose kur ta kujton Zotin në vetmi, i rredhen lot prej syve fadat aina. I rredhen lot. Vetmi, para menda, këtë çfarë niveli du të me pas të ngritur, të nivel të nalt, që kur është vetën, natën, në errësirë, i ka falë 2 rekat, e ka kujtu Allahun azza wa jalla, ja Rabb, sët, Rabb lat.
A mundesh me të parën? Nuk mundesh me të parën. Përmendet nga Ebu Bekri, munoni ka thonë, kani për Allah. Nëse s'muni me ka, munoni me ka. Ushtrojni vetën me kajt. Nëse s'qanë syri, le qanë zemra. Prandaj, ata vetmin e tyne, kemi përmend, e kanë pas të rregullu me ma mirë se sa anën e jashtme. Ata kanë jetu sot për sot. Jo në atë aspektin, mos mi planifiku sanet për nesër, jo. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka transmetime në Bukhari që e ka siguru ushqimin në shumicën e rasteve, ushqimin e ka siguru për familje për 1 vjet. Për 1 vjet. Me hangër me pi për mos me dek. Edhe na. Nuk është ky qëllimi me jetu sot për nesër, domethënë mu keq kuptu. Po sot për nesër, domethënë ti me jetu jetën ditën si sot më kon dita e fundit me i dalë Allahit para. Dhe me të ardh ty një shans për me bëni haram. Ose me kry një farz, ti me thonë haramit stop. S'ka gajle se ti ki ditë më pëndu, ja, unë jetoj ditën e sot me si më kone fundit, se unë nuk e dija që om nesër. Ndoshta sot dhe takoj Allahun tim gjelle shanuhu, sot hynë varë, jam i përgaditun për këtë gjë. E kuptan? Pra me thonë çdo sen për Allah dhe me hek dorë prej çdo gjëje, me hek dorë prej punës nëse është e nevojshme. Për Allah. Qohë të apëton muslimani, sfrohen më të vogël e ka. Sot ka 100 mundësi për me punësu e me punu, e me gjallu. Njës provë ma e vogël i vjen për provimit. Pse? Nuk është i gatshëm me sakrifiku lillah për Allah. Hala tutët për riskut. Kjo nuk është thirrje për arrogancë, për bërtima me punëtorit të shefit, të i thonë, unë s'ni për ty unë e kam Zotin. Jo kështu. Por është që nëse vjen pyetje halale dhe harami, Zoti edhe dyjaja, me ditë ka ki kiblën. Prandaj, në atë garën Ebu Bekri radhiyallahu anhu ku e bënte me Omerin apo Omeri mundoi ta bënte me Ebu Bekrin, ku i aqoj Resulullah sallallahu alaihi wasallam këtë pasuninë e Ebu Bekri, edhe po i thot pejgamberi alaihi salatu wasalam, o Ebu Bekr, çka i ke lënë familjes, tha, ja lash Allahun azza wa jall dhe të dërguarin e tij. Me ik dorë nga pasunia, baba i vet i bërtes, dhe ai ku për ty. Pe pranën e Islamin dëvarfrit, veç me liru ti, në atë kohë ishte mesele dikush mu liru, para mendo, me të thonë, si një njeri i burgosëm deni vdekje për jetësit, do me thonë, mu që dikush dhe me kreç tirën, si sot me thonë, kush janë isë mi falë 5 vakët në burg atje, kene me lëshu për i burgit. Ama me burg për jetëshëm. Shtu ka qenë robnia në atë kohë. Ata pranën në Islamin e Ebu Bekri shkon të i blente. Mi liru. Baba i vetë i thoi ka janë të të mashtru. Si janë të pranu Islamin për i Zotë Zotit. Për mu liru. Ebu Bekri e bante një gjëti, se e kisha Allahun para vetë. Dhe asë njoni nuk i dështaj për atyne, njoni për atyne Bilali ka qenë, e dini. Edha kretë pasuni, nishtë në gjendje me hek dorë nga pasunia që ka pas jetë milioneri, aj me familjen e ti. Pastaj, Aliu radhiyallahu anhu ishte në gjendje me hek dorë prej jetës vetë, me shku me ra në shtratin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Mus'ab ibn Umairi, njëri prej sahabëve të rinj që e kishin lakmi kret vajzat e Mekës, i shërit në një pasuri maramense, të pa hesap. Do të thonë, sa çdo vajzë ndronte mu martu me ta. Ka ecë ke udhës, mrapa murit atje, kur ecë ke udhës, kënej murin në për shtëpia njerëzit e dinin që është tu kalu Musabi. Ka e dinin? Prej aromës së mirë që e kishte në për robat e ti, që se kish as një djali i ri atë mundësi me pas atë aromë. Si sot me ecë me kjerat më të mirë, me tani zhurme në ty me kjerë me ditë që veç kjeri filanit, që të zhurme ban rrugë. Erdë momenti dhe pranoj Islamin. Nona vetë janë ndaloj gjdo sen janë ndaloj. Edhe heki dorë për jetës luksoze. Heki dorë. Derisa nona vetë e tuti, tha, ja ki me u largu prej dinit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ja unë s'kam hangur buk deri des. Grev, urije. A i tha, oj nanë më dhima shumë, të du shumë, kam respekt shumë për ty, po Mase po desësh se kam një jetu në me u largu prej fesë pejgamberit alayhi salatu wasalam. Edhe kështu u dërzu nana.
që ky burr ishte Davetxhiu thirr si misionari i parë që pejgamberi alayhi salatu wasalam nga Mekja e dërgoi në Medinë. Dhe për sa qëndroi aty 2 vite apo parafërsisht aq, derisa erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, i mësonte Musabi banorët e Medinës dhe nuk kish në asnjë shtëpi në Medinë, nuk kish asnjë shtëpi që së paku njëri prej anëtarëve të familjes nuk ishte musliman. Ja mësonte fen, ja mësonte Kur'anin, ja mësonte dispozitat e Islamit, aq sa kishin zbrit deri në atë kohë. Edhe erdhi momenti që me vdek ky sahabi, e pejgamberi alayhi salatu wasalam me kur shkoi te trupi i tij, se kur ja mbulonte trupin deri te kamët i zbulohej kjo pjesa sipërme. Kur ja mbulonte pjesën e sipërme deri te koka, një tesh që ka pas vesh, i zbuloheshin këmbët deri te gjunjë. Edhe çau pejgamberi alayhi salatu wasalam për jetën e këtij djalit të ri milioner që kish ardhmërinë thojza, po them përpara. Sakrifikoi çdo sen për Allah. Prandaj të nderuar vëllezër, shembull ka të shumë nga jeta e sahabëve, pastaj gjeneratat pas tyre, sa njeri vazhdon edhe sot kur udhëzohet e gjen qetësinë çaq mirë në Islam, son gjendje me hek dorë për çdo gjëje. Më fokusu te feja, te mësimi i fesë. Kjo ne me kuptu se kjo fe e ka një knatësi, e ka një nur, e ka një kod, që nëse lidhet ai kodi me zemrën tonë, atëherë mos u tut më se mos po devijon, mos po astaghfirullah, mos me lën fen, mos me lën namazin. Jo, dini ai sahabiu që i ka thonë mreti jo musliman kur e ka nxon, ka thonë a ki qef më kon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vend tanin, e ti mos më kon, thot vallahi as kisha pas qef pejgamberi një therr në kam me hymi, a mi ati një therr në kam, a unë më myt, thot unë kisha dhënë jetën ati një therr mos më hynë kam. Ani thot më haje fenë e pejgamberit alaihi salatu wasalam, po të liraj, absolut, dënë me hudhë në vaj, të vlu vaj, e qeth një tjetër një rob aty shkrinjët bat, e dini që shë banë. Edhe këti i pështan një pikloti, a i mendon që është po tutët edhe po dënë më këthy. Thot hen që ka bo? Thot po mendoj, sikur t'i kisha pas 100 shpirta, t'i japë për Allah. Po mëdhimet vesh një pse e kam. Kuptan, ku janë, dhe më thamë, i lidhur, i robnum, bjen në hata, një shtet me të s'ka që i banë. Deri sa në fund, i thot tani veç po thma kokën, po të liraj. Ku i thot me një kusht, me i liru krejët robët musliman, me qindra ose me mirat që ka pas në përbetejet ndryshme. Ka pas me ka 5 vjetë, 10 vjetë, 15 vjetë musliman, burgosur. Edhe vepran dhe që ka tilë dhe manë fjallë mreti, vjen në Medinë, Omer radiallahu anhu i del përpara dhe ja puth kokën. Thot, nuk është në shpim për ty, por është për kundrazi krenari. Pra është, në gjendje njeri çdo sen me ba, pejgamberi alayhi salatu wasalam ka tregu se kur mrin imani me një lezetin e tij, kënaqësinë e tij, do të thonë me një lezetin, i bjen që ti mos më kënaq me kur gjë tjetër, ma shumë se sa që kënaqesh me këtë fe. Me dash këtë fe, Zotin dhe pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe dinin Islam, qaq shumë sa ti je në gjendje me thonë, çka po sakrifikon a fena që tonë, me thonë, jo as që diskutohet, unë e sakrifikoj filan postin, pozitën, pasunin, çdo sen për Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë, e ka ndje ëmbëlsinë e besimit ai që i ka 3 sene në vetën e tij. Ta doj Allahun dhe pejgamberin alayhi salatu wasalam ma shumë se çdo gjë tjetër. Ta doj tjetrin veç për Allah, pa kur far interesi, mos me dash kërkush kërkon, veç për i Zotit. Edhe me urrejt kthimin kufër apo dalin për fes, që shë urrejn bile ma shumë se sa urrejn hudhjen në zjarë. A ki qef me të gjujt në zjarë? Jo. Hala ma shumë nësën pytja, a më hudhë në zjarë, a me lonë fen? Jo, asë që diskutohet në zjarë. Midis zjanët. Ama këtë dini jo me lonë.
Që kjo është me lonë çdo sen, me dhonë çdo sen, me sakrifiku çdo sen për Allah. Për Allah. Baba, nana, familja, sahabët në betejën e Bedrit, Uhudit, jenë ballafaqu me prind të vetë, me evlat të vetë. Kjo nuk është mu keq kuptu me mendu që është thirrje që djemt e ri të cilët fillojnë mu falë, mu bo arrogant me babë me nanë. Jo, ne kemi sahabët të cilët kanë bo dua, tabiinët dua për prind të vetë. Ibrahimi a.s. ka bo dua për prindin e vetë deri në vdekje dhe mas vdekjes derisa Allah i ka ndalu. Edukata, mirësjellja janë krejt tjetër, por me ditë ti çfarë brumi ki, ti për çka je i përgatitën. Unë jam i përgatitën për çdo sen jetë, çdo sen me ballafaqu, për çdo sen me hek dorë veç për Zotit jo. Me dashur Allahun dhe pejgamberin alayhis salatu wasalam, edhe kjo u kry. Çdo sen që se do Allahu dhe pejgamberi alayhis salatu wasalam, unë se du. Çdo sen që më thonë e don Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë e du. Me dash tjertë për i zatë Zotit dhe me urrejt dalin nga feja. Se qatë shumë të i në gjendje me dhamë për Zotin, sot jasë që e diskutan. E tash për me e dash këtë feje, unë e këshilloj vetën teme dhe juve, që këherë munal me mendu se nuk u konë aftësie jona, që Allahu në ka zgjedhë më konë besimtar. Krenari është, vlazni. Krenari është nder me të bënë Zotin musliman. Wallahi nuk je as më i meqmi i dunjas. Nuk je as më i pasur i dunjas. Nuk je as ti as unë çfarë thamon, figura kyçe e kret botës. A di sa njeri ka pare, sa njeri ka shkollime, sa njeri ka me 10 ose 100 libra, sa njeri ka famë, ec me makinat cilat na as nuk mundemi me i ëndru. Thjesht suni Allahu xhaleshanu i kalon kufër. Kanë me jetu edhe në fund kanë me vdek dhe kanë me shku në xhehenam. Ka zgjedh Allahu xhaleshanu me rahmetin e tij. A nuk meriton Zoti me dhënë çdo sen për Allah? A nuk meriton Zoti me bën çdo sen për Allah? Wallahi meriton. Këtu vetëm një ndërhymje po du me bë, ku them me dhënë për Allah çdo sen dhe me lënë për Allah çdo sen. Me dhënë nëse është mbytyja dhe jeta. Këtu me pas kujdes, sepse ideologjitë e devijuara, idete gabuara të njerëzve, të individëve, e kanë keq përdorur që të pikë të disa djemtëri, edhe i kanë marrë, i kanë bë terrorist, agresiv, i kanë bë në amën të asaj që ti dush me bë për Zotin, kështu edhe i kanë keq përdorur që të ndjesi çto emocione. Këto emocione nëse nuk shoqërohen me dije, mundën me shku ujin mullit gabum. Prandaj, ju jeni të pjekur, por ata që janë djemtëri, duhet me pas kujdes, këto emocione mi orientu tek hoxhallarët, tek njerëzit e dijes të cilët e kanë frikë Zotin, edhe e ndjekin fen sipas Kuranit dhe Sunetit pa e tepru. Pa e tepru, as pa e lënë mungu. Pra me ta besu dikush djalin, evladin, nipin, ku e dikan, ti duhesh me pas kujdes që me ngrit që të emocion, me ngrit që të ndjen, prandaj kemi lënë atë dersin e fundit, i kemi kryet dija, respekti prindërve, frika nga Allahu, shpresa në mëshirën e Zotit, e tjerë, pasimi i ulemave, neja me shok të mirë. Kreti kena kry, kjo është dersi 20, që tash kem rriti me një nivel, që ti, kur thot Zotit diçka, thua amin. Pra, me qëllim me bona një ndërhyrje, që mos më keq kuptu nga djemë të ri, që tash me thonë dikush me marrë me shfryzu, me thonë ti, dush me thonë çdo sen për Allah. Ti dush me uidhnu, me u përlap me çdo kanë për Allah. Edhe më uqu pastaj ai pa edukat, pa dije, me shumë emocione, më përlap me babe me nonë. Me kryu probleme në akraban, familje, në emër të fesë, sepse kështu kanë lindë pastaj edhe grupacionet të cilat e kanë luftu muslimanët kanë luftu. Në amën kësaj që na po sakrifikojmë për Allah, besa ka pas raste kur i kanë vunë për stakfirullah vendet caktuara, edhe kanë bë lloj-lloj të lashe që qëllimisht nuk du t'i përmendej para kamerave, ose në këtë vend bekum, e që na i dim sa djalë i ri, sa vajza e re, është përdor edhe si armë kundër muslimanëve në raste të caktuara. Në emër të asaj që
ti dush me sakrifiku për Allah. Po, vetëm aty ku duhet, çish ka vepru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët. Asesi, si pas orientimeve të gabuara, edhe me ra në duar, të gabuara edhe me shkel në drasa të kalbura. Djemtëri duhet me pas kujdes në këtë pikë shumë. Çka me ba? Me kanë me uafru, kujt me abesu imanin tanë, dijen tane, atyre hoxhallarëve të cilët kanë dije, frikë Zotin, edhe janë të njohur. I një kret idetë të tyne, veni, bota, qyteti, veni, gjemati, ti, familja jote, e jonë nga njerëz të cilët janë sikurse hijet, të mshefur, edhe keq përdorues të besimit të tjerëve. Gjithsesi, nuk du shumë e zgjatë për këtë pikë, të nderuar vëllezër, nëse mrini këtë nivel, ju bashkë me mulës Allahun që të na bëjë për atyre që mrim, që me qenë të gatshëm për Allah me hek dorë nga çdo gjë. Sot një vëlla besimtar më gëzoi kur i thash, ai ma përmendi, tha, du me prej si vjet kurban, s'ka prej, që disa vite si ka pas mundësit, këtë vit ka riparu diçka në shpe, disa mira euro, tha vallaj, tha hoq, tha, nuk i kom pas punë të mirë hiç, ekonomikisht se jam harxhu, po tha, merr marrë për Allahut azza wa jall, me bëj investim në shpe, e mos me therr kurban. Kjo është me kuptu shumë sakt fen. Pse? Dhe më thonë, ajo është në gjendje, nëse ka hyrë për lukset e dunjas, 1.000, 2.000, 10.000 euro, ka bo harxhime ose ka një borxh varet, ja vlen me bo një harxhim edhe 200-300 euro. E ka kuptu sakt se sevapët, ibadetet nuk të varfrojnë, sadakaje nuk të varfrojnë. Pra, e merr një hap që në shikimin e parë nuk është në rregull, harxhim. Pa e bën për Allah, e bën për Zot Zotit. Një besimtar i cili si ka kushte të mira dhe jep sadak, kur është mas ngushti, të ndërru vëllazën, kret din me dhon kur i kanë senet. Ama kur t'japësh kur si ki senet. Pse e jep? E jep për Allah, se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sadakaja nuk e paksan pasunim. Prandaj me dhon për Allah kur duhet, me punu për Allah kur duhet. Edhe përderisa Zoti mirë me ty, i ki punë mirë me Allah, nuk e ki gale heq. Që ka thot filani, fisteki qoftaj edhe baba, nana, vllai, motra, gruaja, djali, çika, kush do kuft. Kur e ki mirë, kur je në rrugë Zotit, se baj gale. Me kaq po du me përfundu, përmbyllet edhe ky cikël i kësaj serie. Kam dëshirë që ata që nuk i kanë përcjell të kthehen në internet i përcjellin 20 ligjëratat, edhe të mundohen praktikisht. Kjo është që e përmendëm sot, është e fundit. Nuk kam qeft me emocionu thjesht një ditë ose një javë, por me përdor metodologji dal nga dal, derisa të mrinë te kjo pikë që Allahu mu bën më i madhi për ty, më i vlefshëm për ty, ai që sakrifikon çdo sen për ta. Nuk mundesh me mrinë këto nivele me një herë. Andaj kalon në për nivele tjera që kena përmend, apo në për pika tjera, kjo le të mbetet e fundit. Jo e para, sepse kemi pas njerëz, kena pa njerëz, të cilët s'kan pas metodologji. Nivja 2-3, ta kanë kalu ty, ma kanë kalu mu, në namaz nate, në ardhe namaz sabajt, para neve, lezim Kuranit, mësim Kuranit, në kanë majtë besa dhe ders. Kërë më po nivja 2, jenë ftof. Pse? Kanë marrë hapa emocional, jo hapa të sigurt. Prandaj unë, vëllaznit e vjetër këtu do janë, edhe do që i njofim, po s'janë këtu, që i njohë, dhe më thonë, që 20-30 vjetë që falen, elhamdulillah gëzohëm me ta. Pse? Se e di që është zara ta me ndru ma, ka keqe në fjala, me shku ka keqe, i nuk shkojnë ma. Që ka është me mrinë në një nivel, ku ti për Allah je orientu e ke marrë kiblën tonë, drejtimin tonë. Prandaj edhe shpesh na, jo që stutemi për tyne, domthon kemi besim të ta, aserum shpinën për tyne, se jemi të bindën që ata janë mirë të ecë, a mojnë ma mirë, po çdo kush mund ma mirë, ka gjithmonë mirë e ma mirë. Por, janë përcaktuar se e kanë kuptuar që Allahu Azza wa Jalla është çdo sen për ta. Tash dikush ma shumë e dikush ma pak e rëndësishme, janë mirë. E emocionuesit e çastit, jo, kështu nuk i dojmë. Jo.
jo me emocionet qastit. Se edhe vetë kur i kena provu, kur i mi kanë 3, kemi kap me mësu diqka, një ditë 5 saat, nesër veç kur e kemi mendu imi tut, me najtë 5 saat ullë, pse e kemi hargjuar energjinë ditën e parë. Andaj, lësë Allah në gjellë që të na bekojt, na begatojt, na ebë mirësi, duam të kemi musliman, për dhe ne të jemi musliman të cilët, jemi në këtë nivel që kur është në pyetje Zoti, feja edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, çdo gjë tjetër bate lirë e thjeshtë dhe pa vlefshme karshi këtyne 3 gjanave. Allah na forcot në rrugën e tij. Amin walhamdulillahi rabbil alamin.